Çdo hap i tyre regjistrohet nga kamerat e sigurisë. Por kur vjen puna tek siguria fizike, në ambientet e gjimnazit Ahmet Gashi në Prishtinë është vetëm një person që mban përgjegjësinë. Ky institucion për mbikëqyrjen e 1200 nxënësve ka të angazhuar vetëm një punonjës në cilësinë e sigurimit fizik, madje rroga e tij paguhet nga vetë prindrit. Kjo sepse Komuna e Prishtinës nuk ka arritur që të siguroj punonjës të tillë nëpër institucione arsimore në rreth 95% të shkollave. Sigurimi fizik fillon në 7 orë domon deri në qershor, po natyrisht pagesa e tyre është e bën nxënësat prind. Është mirë, po megjithatë është e vetë pjesë zgjidhje aktualisht. Besoj që në të ardhmen Komuna e Prishtinës ka siguruar diçka të tillë. Për ta shmangur këtë situatë, në buxhetin e vitit 2026 të kryeqytetit janë ndarë 240.000 euro për angazhimin e 50 oficerëve të sigurisë në shkolla. Me këtë projekt që të vendosim dhe të angazhojmë dhe të trajnojmë oficerët të sigurisë shkollat që do të jenë të përgatitur dhe certifikuar, që të kemë një qasje të gjithë përfshirëse, jo vetëm të sigurisë fizike, por sigurisë emocionale të fëmijëve dhe do të luajë një rol të rëndësishëm edhe në poshtë dhe një lidhje direkte ndërmjet oficerëve të sigurisë dhe zyrtarëve apo policisë së kryeqytetit dhe drejtorisë për siguri dhe emergjenca. Sipas fushticës, trajnimi i atyre që përzgjidhen për këtë rol do të kryhet në Akademinë për Siguri Publike në Vushtri. Trajnimi do të kryhet, ashtu plani është, trajnimi do të kryhet mbasi që të aprovohet kurrikula dhe plani i trajnimit, do të kryhet trajnimi në Akademinë për Siguri Publike në Vushtri dhe mbas andej do të certifikohen në bazë të kurrikulës dhe do të jenë të vendosur në shkollat e kryeqytetit sipas nevojës dhe sipas vlerësimit të rrezikshmërisë. Një mekanizëm i tillë për sigurinë në shkolla është i domosdoshëm sipas njohusit për çështje në arsim Rinor Qehaja. Sado që e mirëseardhur mund të gjykohet dhe komentohet nëse në të vërtetë gjen zbatim dhe nëse në të vërtetë kthehet në një sigurim të rritur në institucionet arsimore të Komunës Prishtinës. Në të kundërtën, ajo që neve besojmë qëndësisht është në një fuqizim të komunitetit të shkollave, pasi që vlerësojmë që reagimi më i fuqishëm dhe më adekuat vjen nga vetë shkollat, jo nga institucionet të jashtme, pasi që shumë probleme janë të parandalueshme. Ky projekt sipas Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca pritet të fillojë nga muaji maj i këtij viti.